Partia e Lirisë ka krijuar grupin e saj parlamentar, teksa 3 deputet të Partisë Demokratike kanë kaluar te Partia e Lirisë, në mënyrë që ky grup të formohet. Kështu Ledina Allolli, Ina Zhupa dhe Klodiana Çapja, edhe pse të zgjedhura nën siglën e Partisë Demokratike, do kenë kryetar grupi parlamentar Tedi Blushin, e Partisë Lirisë. Ndërkohë kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha, pas zgjedhjeve të 11 majit, i dha deputet Partisë Lirisë, Partisë Republikane, Partisë Bashkimit për të Drejtat e Njerëzit, Partisë për Drejtësi, Integrim dhe Unitet dhe Partisë Agrare Ambientaliste, duke të kurrur edhe më shumë grupin e Partisë Demokratike. Qëllimi i këtij pazari nuk është forcimi i opozitës, siç përpiqen ta shesin Berisha apo drejtues të tjerë partish të vogla, që edhe pse nuk kanë elektorat, janë deputet si pasojë e pazareve dhe nevojave miskine, por bëhet vetëm për përfitime financiare dhe privilegjet që sjell krijimi i grupeve të reja parlamentare. Kryetarët e këtyre grupeve marrin 5% më shumë pagë, 20% shtesë për dieta, 2 fishim të pagesës për telefon dhe karburant, si dhe përfitojnë zyra, fonde, sekretare dhe përfaqësim në delegacione ndërkombëtare. Praktika nuk është e re. Edhe në vitin 2021, partitë shkat e vogla bën të njëjtën gjë me bekimin e opozitës. Ndërkohë që kërkohet ndershmëri nga qeveria, opozita nuk vepron njëjtë, edhe pse nuk është në kushte të njëjta.